Pi femnave që shqellojnë femnat, që shqellon kajmoki, po vallaj, aj mira mbare që shqellon vallajnë atë. Zë ndonjëherë diko vetëm për shkak të seksit. Po e kom refuzu ato për shembull se s'ka dashur ajo për shembull valla. Qa kjo një vjet me të prit bre. Sot ka janë onën me nërë me thonë para teje, si ti shkojsh, a din pak ti shka me full hët. Mategra. Po mategra ma fare krejt, ka njerë kur e këqyrë sot. Nuk e din qa bon për shembull. Vjen një shenë qysh aty të cikojnë, tu shoh me familje, me sene. Apo ishin kur desha për shembull ka njerë në qytet e kës, apo din e sene, kës baby, ma po ishin e sene. Për një natë, apo lidhje ma serioze me femra. Po mbarë do me thonë pi femnave që shqellojnë femnat, që shqellon kajmoki, po vallaj, aj mira mbarë që shqellon vallajnë atë. Shtash një pyetje pak me spec. Ajde me spec cili. Kemi u borigjish, Na ka po zoti risk. Sa ka rëndësi seksi për ty në lidhje? Pi 0 deri në 10. 10. Po për mu 10 do me thonë është. Se? Se normal tash ti si i ri, besoj të rive i vlen gjoke më shumë, kupton për atë sene, unë jam 23 vjeçare sene normal. Ajde në 10 për mu. 10. Po 10. Sigurt kështë 10. Normal po valla. A ke refuzu ndonjëherë diko vetëm për shkak të seksit? Unë e kom refuzu. Po e kom refuzu ato për shembull se s'ka dashur ajo për shembull valla. Qa kjo një vjet me të prit bre. Apo din. Mos shumë një vjet, a kupton nëse dyja pritëm, kur me të prit mo një herë jena të ri. A din krejt kena mund plak një ditë apo kupton. Po ne po vlog sa herë, edhe qaci, chill, spet që po thutë. Cila është eksperienca ma e keqe që ki pas në lidhje? Eksperienca ma e keqe? Alloj, që kom pas presion psikologjik, do më thonë, pisajna, ja kupton, unë nuk kam qef me pyt kështu, ka po del, qa po bënë me kanje, ku shkove, pse, am ki mor leje, am ki pyt, apo kupton, pse e ki qitë video, për shembull të ishin, a e din? Që unë kom qitë më në qitë video, pse e ki kushtu për shembull qësoj qikës qitë video. Unë ja kom kushtu se më ka pëlqy, apo kupton. Që si sene interesant, apo kupton, edhe kur i jep që arsye, para me në ti i jep që arsye, edhe të ke jo tash s'po du arsye, apo din, ti nëse po mpiti je ka dënë arsye, a kupton. Jo, dhe ke s'po du ma me folë për këtë tema, ne kënej vike mas një ora apet të më shkuj ke heqa bune. Fole, qitë qatë video, për shembull, mbyt ka apet pse e ki qitë këtë video, e sene, a kupton, arsye që të kalzova dhe ma heret, edhe në fund, blok. Blok. A ju ka të rathu dikush që i keni dosh shumë? Alloj që të kalzova dhe ma heret, po. A kupton, edhe une nuk kam su tani mi zonë bes, a kupton, sidomos femna me nditë sotit. A kupton, se ma heret femnat janë konë ma të buta, janë konë pak, janë konë që me thonë feministë të amon, a kupton. Sot, ka janë onën me nërë me thonë para teje, si ti shkojsh, a din pak ti shka me full hët. Mategra. Po mategra, ma derbi ti shka janë bu ma hard. A i zëtë runa ka njerë. Po, atorët mategra ma të buta. Pa i du ma, që me thonë ma psajka, kështu pak ma, që janë ma dalta, ma sena, kupton. Jo bash qas i turta, ose qikat shpisë, se... Po edhe qikat e shpisë i du, nuk kam kur gjo me ato, a din. Po, inshallah bile zoti ma qënë, jo, a din. Ama i kam qef këto ma shumë njerë, po që të mosh që jam, a për din. Playboy, tamam me femra, një femën serioze me gjithë. Pa i njëherë, ka pak anej, ka pak nej, a din, po unë po thomë që kur ti bëj për shembull 30, kur ti bëm për shembull që shoj çdo kanë met mrapa, 30 plus kur ti bëm pa blok jeta, du të një kushtu që atëherë familje, sa kupton e sene. Hitë që 29 ki, okej, bën në dhe 29 Playboy, amo 30 që si ta ka pa blok, 30 plus, a ne këshër, du të mu angazhu për familje, për sene, kupton me kriju fëmije, sene, se jeta nuk o ma ashtu që shpo mëjnë, nuk konë, kur o konë nuk është mo. Ja, Tjetër kong po kënohet. Tjetër kong po kënohet. A të kish pengu e kalime a një femre nëse, dhe më thënë, nuk është e virgjër për me marrë ti për kru. Jo, mu e kalumja nuk më pengon të një femre. Nëse s'është e virgjër, a e kisha marrë për kru? E ka në drejtë se në shqiptarje, na? Po e kisha morë, do më thonë, nuk ka problem ajo, a i sem për mu, veç jam për shtatet mu, a për din,
a kam komunikim me to, a kam me tru mu lidhe dhe ka njerë, se nuk o do më thonë që s'ka dhe që seksi me tonë fjallë, a kupton. Duhet edhe ka pak mu lidh me tru, me emocione, me shpirte, me zemër, si thujna na, kupton. Dhe të më lidh edhe me këto sene njerë, se qysh, ti po folish pa lidhe, one po të ngoj, edhe ka sa po shkon pazare, s'pi dihet veç. A e din, dhe të me dit ka pak, aftësi komunikimi, sene, qëto. So është tabu hala virginiteti të na, përgjithsin Kosovë. Të mos gjenia mashkullore se na jemi djemë vetë, nëse një famër, dhe me ta nuk është e vjegjër, nuk është e presu mirë. Alloj, tabu le tjeta e dem, po... Për këtë, s'po di shka me thonë mo tjetër. Qa dojnë le të bojnë të ke fundit të shtjeta aty në jeta e njerëzve, që si saneve të shto. Andrën, a e pranon që shumica e djemve sot janë loj me gjitha ato që i bëjnë? Ja. Unë për shembull jam djalë vetë. A kupton se unë që t'kallzova dhe ma herët mu ka ra dhe me punu me njerëz. A i din, djemë të në që shëshën ditë sotit, nuk e dita sha dojnë e thë njerëzit. Kamerat ishtë nësë nuk t'i këshyra sen, unë për këtë sen t'a thamë qlirt edhe qelën. Djemët janë ma kanë kulturë sot, janë ma disiplinum, janë ma të shkollum, a kupton. A femnat e na kanë dalë fare krejt, kanë njerë kër e këqyrë sot. Nuk e din qa bon për shembull. Vjen një shenë qysh aty cigaren, tu shoh me familje, me sene, me a kupton. Por menimin tem do më thonë femrat janë dalë ma shumë pishinave sot. A e din. Unë që shikon po, do më thonë, se dalën e bro, a din jam dalë edhe shën njerëz e sene, po jetën e natës, a kupton. Femrat të vlla kanë dalë këtë, do më thonë pishinjave. A i qëre se na, njeve na mon edhe feja ka pak, a kupton. Na mon Zotit do më thonë, a e din. Edhe na, kur të falemi për shembull ose sene, besojna në Zot, a e din, falemi e shtojna imanin, a kupton. Mos të hi fejes tash, se tani gjuhën feja e sene, a kupton. Po, haxhit, tani thojnë 5 baklije e sene, a e din. Amo na gjem do më thonë përgjithsi falje me sene, a kupton. Po këtu femna kanë njerë harrojnë që kanë edhe Zot, a e din, e sene. Te bile një rekat fali, 2 rekat e falin dit, a e din, veç me di që je iman, a kupton, me di që je i udhëzum dikon, a kupton, jo që me thome që të kallzova me dalë pishinave të rejnit, a e din. A ka u morale që njën amrore, si po shesat? Allah e nëne që shisha po ka pak, a e din, po ka hup. Nuk o që kallzova ma herët, nuk o konë që konë ma herët, femnat janë konë ma feministe, ta mënë, a e din. Po sot janë të mënu, do me thonë me dalë ma burë se burë, a kupton. Jo, burë jo me mjekër, femna pa mjekër, a kupton. Qështë nga ka kriju a i naltë, ati i kofshin falë, a e din. Kush po ka vënë ma shumë lidhje, meshkujt apo femrat? Që të realicionin? Qërë edhe meshkujt traftojnë ka pak. A din, traftojnë edhe meshkujt, nuk janë të rahatshëm me sene, a din, po... 50-50 ma mërmenja, valojnë. Kështu që kur i dojna 50-50 e kapim 100% dhe më thonë, ta mënë. A din, që ma mërmenja, mu që ashtu është. A kështë kontrolu nëse ti je një lidhje serioze, femrën çdo herë? A du me kontrolu partnerin? Jo, unë nuk e kontrolloj, unë e kontrolloj dhe më thonë. Amo jo qatë shumë me thonë që a din, si të shkallzova ma herët mi bo presion psikologjik. Nëse unë e di një femën që e kam kra, a din edhe ja kom zonë besën, ajo është tjetër sen, a din, e di që kam sigurite ajo, edhe nuk mirëna me atë sen, heq, a din. Edhe, do më thonë, jo, nuk o që e këqyri qatë shumë, unë e me ditë për shumë që ka po bëna, a din e sene, po, nëse ja zo sigurinë e sene, nuk o që e këqyri shumë, a din. E qoj 1 vjetë, 2 vjetë, 3 vjetë, kur e di që i kom po për shembull 3 vjetë, a e din, nuk ka që edhe e këqyre edhe shumë atë tim. Atë në kalzuma pak, a e një provokon dhe njerë në i femrëve, që përgjithsin për e femrave, që në i rasin të ka kalzua, të kanal edhe të ka provoku. Po më kanë ngucë edhe më ngucin valojnë, vazhdimisht. Se e me kurios edhe audiencia e madhe ka dëshirë me ditë. Vetëm meshkujt i provokojnë. Kina i rast që të ka provoku. Po, që ma bëjshin kur desha për shumë, kanë janë qëtate e kës, apetin e sene, kës baby, ma bëjshin e sene, o, për shembull, o që ki tiktokere, o tini, o a bëjnë e foto, o që aja, din, o ta unë kësha zemrën, e tu kalue, për shembull kur u konë kalla blak, më prekshin me kraje, a din,
Knere, sana, si të prejke ledhatimet të vogël, qasi. Qa nuk e romantike dhe ti? Ja u shumë, A dashuron shpejt ma? A dashuron shpejt në dashuri me një femër? O, qish muj me ronë dashuri, do më thonë, edhe qaç muj me hec, qaç shpejt që bi, edhe qaç shpejt hec, a kuptën? Do më thonë, si të bi për shamu edhe muj me hec direkt, a kuptës? Qasi tipi jam, a pëtin? Që me thonë, okej, afrona me to e sena, a pëtin që shtu po apet larguna, a kuptën? Nuk e di, e kam qitë sen që jam që si tipi, a din, qitë princip. A ke pas në herë, e kanë zirë nga një herë? Me 2 ose 3 ose 4 femra. Ja, thash me s'pëthu me vjetë. Ja. Për vjetë? Po, ka pas, do më thonë, po kështu, po, ka pas me 2, 3, 400 se kom ri, halo, po bese e mri edhe 400, ashtë. Dhe kon lidhja ma e gjatë? Ma e gjatë o kanë 2 javë, dëri sot, do më thonë, adin, e treta, së besoj që më ka shku, ose diçka. Se qojën e din trejtë, unë që t'kallzova dhe ma heret, shumë e treta, ani me thonë një vjetë, jo, qëllë ma vorën që aty edhe po varosna dhe shimi botën tjetër. Po, ty be, qa po për ti një vjetë. Një vjetë. Mos është shumë një vjetë që kjo. Ko gja një farë eksperti me femra, për më duke. Vallaj jam, nuk jam hoj vetit, jam ka pak, po. Jam. Nuk ka që... Më të rëgan, a kështë pengu me morë tiktokera, femnën tonë, grunë tonë tiktokera me pasat, kështë pengu kja? Ja, jo, vallaj, nuk kam pengon, ajde, se është një sen që mujna me bo ditë bashkë, është një sen që na pëlqen të dyve, apë din. Nuk besoj që është që më kish pengu dishka, a din. Po mos me konë shumë e zhvesht ashtu normal, a din, një qitë në fush me tonë, me një fjallë. Po, jo bashkë ashtu, nuk bojnë me të pu. A që aty po, valla, sidomos mu vesh shkurt e sene, me qitë shalën e... Se shumica e me e shkojme për gjithë po flasë. Kur janë lidhjes që serioze, ka dëshirë me pas një femër pak ma provokative, të zhveshme, mirë po ku ta marrin për gru, ndalën të krejti. Kanë qef pas pak ma... Po që aty normal tani se i analizojnë senet ma fella, kupton? I analizojnë për shembull kjo ka me konë gruja jam, ko me qu jetën me ta, ajden. Ta shti ato, kur dalin me asi femnave që po thu provokative, normal ato dalin për shembull për qëllë, për sena, kupton? Varet ke që shde njeri me një femën, unë me dalë për qëllë, unë me dalë mirë shoqërore. Krejt, do më thonë varet për njerëzve, për njerit më varet. O zina jera i sanë mes në ftyrës publike, tiktokera, apo që njët publik që e ki pasë, se ke flirtu ti me ta? Kina i rasti? Që kom flirtu me ta, me naj tiktokere, po me nëna? Se po më do këtë ko gjaj dyshim tje. Vallaj. Po, kom flirtu edhe me tiktokere, po. Po jo me shumë, a kuptën, se këto nuk ta jepin edhe mundësin shumë, se tash tikto janë tiktokere. Blokere, influencere, tash tikto i kanë standardet, loqk, pak ma... Haja, pëtën i kanë ma klas pak. Ajden. Ka i rast që onë po vëtjen, se gazetarë nga kena që me ditë, a jamën më në allo tiktokere zbre, a jamën të lutë ma. Tiktokeres, po pasha zotën nuk besoj që kanë qef mja qitë emrat, ajden se tani thujnë, vinë më shkrujnë aty tani problem, bëhet puna, pasha zotën. A i si pasha jamën a njënë ka me. Ja, nuk muj, vallaj. Në përmjet, dhe më thonë, kamerave jo. Ajden. Ja, se tani thot pse ma ki qitë emri, thot anaj sena, ajden. Pa lidhja është. A e ke pa harin tiktokit? Ma shumë harin punës ja kom po. Po, diri sot qka i kom bo dhe më thonë qëto vjetë. Unë tiktokin e marë për shembull si Facebook. Jo diçka? Jo diçka, e marë si Instagram, e marë si rjetë sociale, kuptën. Unë nuk o që e marë tiktokin për para, për din me thonë, o, tiktokin a ka qitë në dritë, tiktokin a boni kajtve me para, për din. Jo, njëherë e bëj punën, tani e bëj tiktokin, a kuptën. Se puna unë bëj gjitha, a din. Tani vjen tiktok e senë, nuk o që jam me thonë kajt i fokusum të, a din. Kajt mu i mja kushtu kohën një orë, që 2 orë për shembull edhe me minuti qka ose në kreativitet me bua, kuptën. Sa për ndryshë nuk ka. A tiktokit, a përfitoj njës? Vallaj në Kosovë që t'kallzova, jo, nuk ka që ka, hadin. Ja, po pi giftave kështu e sene po, ka, pi giftave, do më thonë, ka. Hadin, a në përmjet kështu videove sene, ja,
Më vjen keq që i kallxova dellat e TikTokerave. Pa ka shumë ide edhe no. De, po ja qita pak della, shumë po. Dhe me thonë nuk ka përjetime. Ja, s'ka shumë. Jo, shumë po s'ka përfitime Ja heq. mra që ti TikTokerë që të pëlqen. Valmiri më pëlqen. A e din që është? Edhe kena pasur edhe Valmiri Po, mi turist. ajo është king për shkakun, më pëlqejnë mu videot e tina jasane. Janë pi femrave. Femra janë shumë tash. Pi femrave. Tash të i mu ka shtu shumë për momentin, po s'po di për cilën me thonë ta. Çuça. Ciao, shkip. Ja, to e kom thonë me një intervistë tjetër. Po s'po di cilën me thonë tash. Ose me kërë kështë pas dëshirë. I më kanë. Veç për një natë. Me një këtë kërkerë, hajde që tash kalzona, se s'na doja më na. Kërë kështë tash me pas, me kalu një natë për TikTokerëve. Me Gjovana Nikolli, i Shqipnis është Gjovana Nikolli. Ajo psycho ajo është. Me që ato ajo është bomb krejt. Ajo do më thonë Gjovana Nikolli është. Qa kështë e bërë 24 orë me to të rjona? 24 orë me to e kisha qill jetën tënë natën e ditën me to vëllojnë. Alloj, veç aja për të mundësia. Krejt ata? është king e femën është. Do më thonë që s'janë njën për sena, kuptën. Edhe është psycho kështu e sene, tamën është femën, adin. është super femën, respekte për Gjovana Nikollin. Hajde shumë apo. Koni me to, I shumë, po ajo nuk besoj me ato, se ajo. Se? Edhe ajo, nalt, krejt ajo. A ki pas në i kërkesë që ditëshme prej TikTokera, që të kanë kërku diçka interesant për ti, dhe më thënë. Po lipin për shembull kushte, dhurata, që senet, si femna që shikan qef, a kuptën? Po ja kom bo, vallajnë. Ja kom bo, po tash, u kanë do më thonë një arush, a din për shpenzimet e mija, do më thonë 50 euro, kanë që ja kom blen një arush. O, Albin që tash, Big Brother. Ojnë vëlla? Ma atë arushin që nga ka shme. Arushi, e tu arushin tim. Interesant, Po, arushin ma sill një shpejt. Apo në bën, diçka në TikTok që i kitë shpesh që e përdorë, se kretë pun djela një intervistës. Diçka në shpesh që e përdore Me në mimika, me TikTok. gjana interesante, që Po. të shuim. S'po di cilën me bu. Që po talem. Po. Na ka bu zoti risk. Sa që është mërzit. Që të saneve qëtu. Do më thonë se qka të që të ki njetë, na ka bu zoti risk. Mreza. Do të me thonë, amin. Amin të të me bu. Shumë intervist e lezetshme. E shujova që në intervistën. Mu du dhejta si mu konë në studio, pëse jemi këtu në sheshin, më thani Prishtinës, venin ma të mirë, që na çdo herë frekuentojmë si gazetarë kështu. Qa më thonë, për të rejma s'pari shëndet, Shumë faleminderit për juve. suksese, edhe pare, se pa pare. Normal pa pare, asogja syp minore. Qashtë A i kena i porosi për ata që në tjekin TikTok, ata njërës që i ki numër të madhë në tjekësve, që kushe thënë? Faleminderit do me thonë shumë, nuk kam fansa në slogaritën, i kam njerës të mija, kuptoni tu, dasha mirë, po, qato, do me thonë, po jo, për qëfar fansave, se s'jam t'i kush njere për me pas fansa e sena, po edhe kur t'buna nëse do zoti, buna, adin, apet nuk i logariti fansa, kejt për shumë stadiumi që të kejt i logariti njerës të mija, kupton, për zemër, do me thonë, dasha mirë se sena, qështu, po, shumë faleminderit, respekt edhe për juve. Ka si dhe njerë, që t'kena pas TikTokerin ma të mirë për ndodhe në herë në intervjis kështot, a vëdin. Faleminderit. Ti më thos nuk njihem në s'kam falsa, po ko gjatë njohin krejt. Po. Njohin. Po edhe unë të kallëzova që jam njeri thjesht po thuti edhe për toka, kupton, që ajo ka është me rëndësi domethënë. Si ti e ashtu. Mirë që na përshtat, se edhe histori tjetër që donë si gazetar kudo që shkojmë njohin, kështu që mirë po më duket. Shumë respekt për ju. Relacioni mirë është. A donë s'tam që më njohin, kështu që s'kam falsa, po mirë është. Edhe mirë po të rëjë suksese që dorën. Shumë faleminderit edhe. Hajde